Abonentët e Eagle Mobile kanë festuar me surpriza një vjetorin e daljes në treg të kësaj kompanie. Në këtë kuadër, kjo kompani deklaroi uljen me 50% të tarifave për thirrjet me numrat ndërkombëtar dhe operatorët e tjerë celular. Për gjatë një viti në treg, Eagle Mobile ka hedhur në treg edhe 2 tarifat e reja të programit tarifor ProRing. Kompania më e re e telefonisë celulare në vend, Eagle Mobile, shënoi një vjetorin e hyrjes në tregun shqiptar të telekomunikacionit. Në këtë kuadër, kjo kompani njoftoi uljen e çmimeve deri në 50% me numrat ndërkombëtar dhe kundrejt operatorëve të tjerë celular në vend. Në një konferencë përshtyp, drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Ali Taskin, vlerësoi ndikimin që kjo shoqëri ka dhënë në komunitetin shqiptar. Eagle tashmë zotron 13% të tregut shqiptar të telefonisë celulare me rreth 385.000 abonentë në gjithë vendin, të cilët mund të marrin shërbime në mbi 35 dyqane të kompanisë. Për gjatë një viti në treg, Eagle Mobile ka lançuar të 2 tarifa të reja të programit tarifor ProRing Corporate dhe ProRing Business, të cilat sjellin 6 oferta gjithsej. Operatori më i ri i telefonisë celulare në vend, për herë të parë në treg prezanton një portal të shërbimeve me vlerë të shtuar. Atë le ta prezantojmë si mund të aksesojmë në këtë portal. Mjafton të shkoni në programin e internetit të telefonit tuaj dhe të zgjidhni profilin Eagle Zone WAP, ju mund të aksesoni në faqen Eagle Zone. Duke filluar që sot, abonentët tanë nuk do ta përdorin më telefonin si një mjet komunikimi, por do ta përdorin dhe për gjëra të tjera për shërbime ekstra që Eagle Mobile do t'i ofrojë abonentëve të saj. Pra Eagle Zone hap rrugët e reja për më shumë informacion dhe argëtim. Sipas saj, çdo abonent me një numër me parapagesë standarde mund të flasë me 25 lekë për minutë kundrejt të gjithë operatorëve celular, fiks dhe atyre ndërkombëtar. Janë 2 paketa risi që Eagle Mobile i prezanton vetëm për bizneset vetëm për klientët e saj të biznesit. Sigurisht që dhe individët nuk do ngelin pas, po viti 2009 do të jetë viti i biznesit për Eagle Mobile. Paketat ProRing Business dhe ProRing Corporate janë 2 oferta tona drejtuar bizneseve të vogla, të mesme dhe të korporatave në këtë përvjetor. Tash përmes këtyre 3 paketave, të cilat ju mund të shikoni, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do kenë akoma më shumë mundësi komunikimi, lehtësi në komunikim me tarifa tepër konkurruese, pa pajtime mujore, me kushte shumë të favorshme për të gjithë. Ky shërbim u prezantua sot në ditëlinjën e parë të kësaj kompanie.